Jehona e protestës jashtë parlamentit u zhvendos edhe brenda ambienteve të tij. Para nisjes së seancës, Berisha kërkoi shkrirjen e parlamentit si e vetmja zgjidhje ndaj kërkesave të qytetarëve. Ndaj dhe ne kërkojmë sot vetë shpalljen, shkrirjen e këtij parlamenti. Por në emër të grupit parlamentar socialist, Tauland Balla kërkoi Qukuvendit të dënojë aktet e dhunës së protestuesve ndaj policëve. Ky grup parlamentar as ka vuajtur nga 12 qershori 1991 e deri më sot nga sindroma e Stockholmit. Ju vuani nga sindroma e Stockholmit ku i përdhunuari bie në dashuri me përdhunues. Nuk do të tolerojmë që të goditen punojësit e policisë shtetit. Gjaku i punojësve të policisë shtetit është gjaku i vetë shtetit. Berisha denoncoi atë që e quajti dhunë policore ndaj protestuesve, duke akuzuar të majtët se nuk përfaqësojnë më vullnetin e qytetarëve. Denoj me forcën më të madhe brutalitetin, egërsinë ndaj protestuesve. I shpalli terrorist këtu, ne me kryetarin tuaj. A e kuptoni apo jo? Si mund të përfaqësoni ju qytetarët? Qytetarët i përfaqësojnë ata, të cilët kërkojnë tik e një Rama. Më herët gjatë ditës, një incident u shënua në hyrjet e parlamentit. Deputeti Agron Shehaj nuk u lejua të futej brenda pasi ai është përjashtuar 30 ditë nga punimet e kuvendit. Shehaj tentoi të hynte duke thënë se afati kishte kaluar, por ai u ndalua me forcë nga punonjësit e gardës.